Listës shumë subjekteve politike në Kosovë po i shtot edhe një emër i ri. Bëhet fjalë për Partinë Fjala. Listës së shumë partive politike në Kosovë tani i ushtua edhe një emër i ri, e ajo është Partia Fjala. Themeluesit e këtij subjekti, i cili është radhitur si i qendrës së djathtë konservatore, thonë se e krijuan atë nga përvojat e hidhura me parti tjera. Për 15 vite mas luftës, që pjesa dërmuese partive politike që kanë udhëhequr me Kosovën, qoftë nivel qendror apo nivele lokale, nuk kanë qenë shërbim qytetarëve të Kosovës, kanë qenë më shumë shërbim të interesave të tyre personale. Fjala prioritet ka zbatimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik. Ratë parë përmes bujqësisë dhe bluktërisë, më pas përmes një krijimit apo më mirë me thonë formimit të një mjedisi zhvillimor të sigurt. Kur e them këtë, e dim shumë mirë se shumë bashkëdhëtarë tonë nga diaspora dhe shumë investitorë të ka vende të ndryshme evropiane dhe më larg, ende nuk kanë një arsye të vetme apo një motiv të investojnë në Kosovë. Sipas ideatorëve të themelimit të kësaj partie, tashmë kanë krijuar degët dhe nëndegët në pothuajse të gjitha qytetet e Kosovës. Ata tregojnë çka i veçon nga partitë ekzistuese përveç faktit që nuk kanë akronim fare. Ne mendojmë që secili kryetari i degës të jetë antar i kryesisë dhe të jetë një hierarki e cila ndërtohet direkt mbi bazën e elektoratit. Kjo është një dallim për partive tjera që ende deri më tash nuk e kemi pasur. Partia Fjala ka aplikuar në KQZ për certifikim më 13 maj të këtij viti, duke i kaluar pothuajse të gjitha fazat, përveç asaj të shqyrtimit publik, e cila pritet të përfundojë këto ditë, dhe kjo parti të premten të nisë zyrtarisht funksionimin.